Njerëzit zakonisht anojnë ka gjërat e paqarta dhe të dyshimta, ndërkohë që ato vetëm e humbasin atë. Ndëgjojeni se çfarë thot në lidhje me këtë Nu'man ibn Bashir, Allahu qoftë i kënaqur me të. Ai tregon dhe thot: e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Halali është i qartë, edhe harami është i qartë, përse ndërmjet tyre ka gjëra të paqarta, të dyshimta, të cilat shumë njerëz nuk i dinë. Andaj, ai që ruhet nga gjërat të dyshimta e ka siguruar fenë dhe nderin e tij, ndërkaq ai që bie në gjëra të dyshimta ka rënë në haram, sikurse bariu që kullot kopen afër zonës së ndaluar dhe në çdo çast bagetit mund të hyjnë në të. Andaj, dijeni se çdo pronar ka zonën e vet të ndaluar, ndërsa zona e ndaluar e Allahut në tokë janë haramet. Dijeni se në trup ndodhet një cop mishi, që nëse ajo është e shëndosh, i tërë trupi është i shëndosh, e nëse ajo prishet, atëherë prishet i tërë trupi. Vini re, vërtet, ajo është zemra. Lidhshmëria mes dyshimeve dhe zemrës në hadith është se dyshimet i bëjnë njeriu turbullira në zemër dhe e prishin atë. Sot ka shumë gjëra të paqarta që flasin njerëzit dhe ato kanë efekt negativ në zemrën e njeriut. Prandaj është me rëndësi që çështjet e fesë të mirën vetëm nga burimet e sakta dhe të sigurta, në mënyrë që zemra të gjejë qetësi. I dërguari Allahut alayhi salam në lidhje me dyshimin në një transmetim tjetër thot: lëreni të dyshimtën në këmbim të asaj që nuk është e dyshimt.